Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit për pranimin. Jemi këtu në Riga, në stadiumin e ndeshjes Skonto, ku do të luhet sfida midis Letonisë dhe Shqipërisë, veshën për kualifikuesit e botrorit 2026. Jemi në këtë konferencë zyrtare, kombëtare shqiptare me trajnerin Silvinjo dhe me mësueshorin Kristian Aslani. Do ta nisim herë me pyetje për Aslanin, i cili pasi të ketë përfunduar se zakonisht do të bashkohet me grupin dhe ne do të vijmë me trajnerin Silvinjo. Atëherë pyetja e parë, please. Kristian, Elvis Reqa Supersport, vim sigurisht nga emocionet akoma të asaj ndeshje me Serbin, sa ka ndihmuar këto 2 ditë skuadrën që të karikoj baterit, por mbi të gjitha tjetë e kthjellët në praktikë një ndeshje të cilën ne duhet ta fitojmë. Allora veniamo da una partita molto forte, diciamo, molto difficile dal parte emozionale. Quanto hanno aiutato questi 2 giorni la squadra per ricaricare le batterie, diciamo? Po, duhet Tātad komanda ir ieradusies no 2 grūtām spēlēm, kas ir aizvadītajā laikā. Po, duhen rikarikur bateriat se vim në një ndeshje besoj shumë pozitive, në aspekti i lojës, kemi luajtur shumë mirë. Na ka mungu vetëm goli, por tani e dim që kemi një ndeshje këtu, të vështirë sigurisht, po na duhen 3 pikë se na duhen për gjërat që kemi mend neve dhe për ëndrrën tonë. Allora, ci servono 3 punti in questa gara, ci servono per poter aiutare ad arrivare al nostro obiettivo. Questi 2 giorni sicuramente che ci hanno aiutati per ricaricare le batterie dopo una partita, diciamo, contro la Serbia molto positiva, dove abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto una grande performance, però ci è mancato solo un gol. Adesso abbiamo davanti una partita molto difficile, ma abbiamo gli obiettivi chiari per andare al campo per prendere un risultato positivo. Mums noteikti ir vajadzīgi šie 3 punkti, lai dabūtu 3 punktus, bet jāteic, ka šīs 2 dienas mums ir palīdzējušas arī uzlādēt baterijas. Bet ja mēs dabūsim šos nepieciešamos 3 punktus, tad mums ir nepieciešams gols, tad mēs būsim īstenojuši savu mērķi, mums ir skaidri mērķi šai spēlei. Jūra? Kristian, të vëklan, je një nga lojtarët me formacionin titullar të vazhdueshëm, si justifikon besimin e trajnerit Silvinjo dhe si e përgatitur për sfidën e nesërme? Come ti sei preparato per la partita di domani? Sei uno dei giocatori, diciamo, dell'11 fisso del 11 della squadra di Silvinjo, e come vi sentite prima di questa sfida, come prevedete la partita di domani? Kā jūs esat sagatavojušies rītdienas spēlē? Tātad kā jūs, Silvinjo spēlētāji, esat sagatavojušies rītdienas spēlē? Po, që ku ka ardhur trajneri, besoj se i kam luajtur gjitha ndeshjet, por tani besoj se ana ime duhet voni çik me krase. Du të mendojmë për skuadrën se nesër kemi një ndeshje me vërtet shumë të vështirë. Tani janë ka një trajner italian që unë i njoh shumë mirë italian të qysh punojnë. Do jetë sigurisht një ndeshje taktike, se punojnë shumë mirë me anën taktike, një ndeshje që ata do mbrojnë shumë mirë. Edhe siç thash, tani nuk po mendoj për Kristian Aslani, por po mendoj për skuadrën, edhe kemi ardhur këtu vetëm për të fituar këtë ndeshje. Adesso sto pensando solo alla squadra, perché siamo venuti fino a qua per poter vincere questa partita. Non penso sull'aspetto individuale, non penso solo di Kristian Aslani. E da quando il mister Silvinjo è venuto a lavorare qua in Albania, è vero che ho giocato tutte le partite, ma adesso devo solo pensare alla squadra e pensare a questa sfida molto difficile che abbiamo davanti. La Lettonia c'ha anche un allenatore italiano, e io conosco molto bene il modo come loro lavorano, come loro pensano. Sarà una partita molto tattica, loro lavorano molto sull'aspetto tattico e specialmente sulla parte difensiva, che penso che saranno molto bene messe in campo domani. Es šobrīd domāju tikai par komandu, tikai par priekšā stāvošo
spēli. Un, protams, kad ir bijušas ļoti aktīvas spēles, intensīvas spēles kopā ar mūsu treneri Siliņo, bet tiešām esam nokoncentrējušies mūsu rītdienas spēlē ar Latvijas komandu. Un jāņem vērā, ka arī Latvijas komandai ir itāļu galvenais treneris, un es zinu, kā viņš strādā, es zinu, kāda ir viņa filozofija, viņa pieeja, un skaidrs, ka tā būs ļoti taktiska spēle ar ļoti izteiktu aizsardzību. Qualche altra domanda per il giocatore? Ja ir vēl kāds jautājums spēlētājiem. Kristians jaunībā spēlē Empolī kopā ar Dmitriju Zelenko, ko viņš varbūt atcerās par viņu, var pastāstīt, un varbūt Milāns Inter izdevies trenēties kopā ar Robertu Kukuli. La domanda è se si ricorda che in gioventù lei ha giocato a Empoli insieme a Dmitry Zelenkov. Quali sono le sue memorie, le sue impressioni, e poi giocando a Milano a Inter forse ha qualche impressione anche di Robert Kukulis? Pra pyetja është për ish lojtarët, për ish shokun e tij te Empoli, Zelenkov. Edhe çfarë kujtimesh ke për këtë, dhe pyetja tjetër gjithashtu me që ke luajtur me që jeton Milano, luan Milano, për lojtarin tjetër të Nuk kam mend. Kukulis. Okay. Po, për Dimitri Zelenko se më mend shumë mirë se kemi kaluar besoj 2 vjet bashkë në Empoli. Unë shkoja gjithmonë me ata më të mëdhenj, edhe më mend se është me vërtet një futbollist shumë i mirë teknikisht, edhe nesër do shifemi mas 3-4 vjet, edhe jam i lumtur që ta shoh prapë, edhe besoj se do ndrojmë bluzën nesër se do ja kërkoj unë, edhe inshallah të fitojmë ne këtë ndeshje. Allora, mi ricordo bene perché ho giocato 2 anni con Zelenkovski ad Empoli, e a me piaceva giocare con i giocatori più grandi, diciamo, d'età, è un giocatore molto, molto buono anche tecnicamente. Domani ci incontriamo per la prima volta tra 3 o 4 anni, sarà un momento molto carino, diciamo, e voglio anche scambiare la maglia domani dopo la partita, che spero tanto che la vinciamo noi. Ar Dmitriju Zelenkovu es atceros mūsu gaitas kopā Empolī. Man ir ļoti labas atmiņas, jo 2 gadus mēs spēlējām kopā, un man patīk spēlēt ar vecākiem, pieredzējušākiem spēlētājiem. Viņš ir ļoti labs, tehniski ļoti labs spēlētājs, un rīt mēs ar viņu tiksimies pēc 3 vai 4 gadu pārtraukuma. Katrs būsim savā laukuma pusē, un tas būs jauks brīdis, bet mēs pēc spēles arī apmainīsimies ar spēlētāju krekliem. Ok, altre domande per il giocatore, no? Vai ir vēl kādi jautājumi spēlētājiem? Ok, mirë, nuk ka pyetje për Kristianin, faleminderit shumë Kristian. Shumë faleminderit. Bashkohesh me ekipin. Tani vazhdojmë me pyetje për